Policia rrugore në Gjirokastër përgjatë muajit maj ka ndëshkuar me masa administrative 1209 drejtues mjetesh. Gjatë periudhës nga 1 maj deri në 23 maj, pjesa më e madhe e gjobave me 392 të tilla janë vendosur për parakalime të gabuara, duke vazhduar me 291 gjoba për parkime të gabuara, 285 për tejkalim shpejtësie e të tjerë. Masa administrative ka patur ndaj drejtuesve të mjeteve edhe për mosvendosjen e rripit të sigurimit, përdorimin e celularit gjatë drejtimit të automjetit, mos respektimin e këmbësorve e të tjerë. Brenda këtij muaji janë pezulluar 4 leje drejtimi, mes të cilave për përdorimin e alkoolit nga drejtuesit e mjeteve. Në këtë sezon pranvere, vëmendje të veçantë Blute Rrugores po i kushtojnë monitorimit të qarkullimit të automjeteve si shkak dhe i pranisë së shtuar të turistëve që vizitojnë jugun e vendit. Për të evituar aksidentet rrugore, policia ka rritur praninë në rrugët kombëtare Tepelen, Gjirokastër, Kakavi dhe Kardhiq Delvin. Specialistët e policisë apelojnë për respektimin e kodit rrugor, duke evituar aksidentet dhe pasojat e tyre.